Albin Kurti është një nga figurat kryesore në politikën e Kosovës dhe njëkohësisht një nga emrat që shkakton më shumë debat dhe diskutime politike. Albini, ndryshe nga politikanët e tjerë, ka një filozofi që kur ulet për të negociuar, nuk lëshon pe nëse nënshkrimi i marrëveshjes nuk është në favor të Kosovës. I pyetur gjatë një interviste se si është e mundur që ai t'i thotë jo fuqive të mëdha botërore si Amerika dhe Bashkimi Evropian, Albini tha: "Ju duhet të kuptoni se populli më ka votuar që të mbroj të drejtat e Kosovës. Unë nuk jam këtu për t'i bërë qefin vendeve të tjera dhe të nënshkruaj marrëveshje ku Kosova humbet. Kjo nuk do të thotë se unë nuk di të negocioj, por do të thotë se unë dua të punoj në favor të popullit tim." Së fundmi, Albin Kurti ka filluar një stil të ri jetese, sepse ai tashmë po ushtrohet edhe në palese për të hequr kilet e tepërta. Si rrallëherë, Albini ka folur edhe për problemet e tij shëndetësore dhe sëmundjen që i vështirësoi jetën. Ai tha: "Kisha disa kohë që ndjeja një therrje në gjoks. Fillimisht, mjekët dyshuan për probleme me zemrën. I bëra vizita të gjitha. Më thanë që problemin e ke me mushkrit. Mu desh një kohë gjatë mjekimi që mos i ndjeja më ato therrje të forta në krahëror, por mjekët më thanë se unë duhet të bëj kontrole të vazhdueshme dhe ta mbaj shëndetin tim në monitorim kohë pas kohe." Më pas, mjekët kanë deklaruar se një nga arsyet që Albini ka probleme me mushkrit është gazi losjellës. Në shumë protestat e Kurtit është përdorur gaz losjellës dhe kjo ka sjell edhe dëmtimin e mushkrive të tij. Edhe pse Kurti asnjëherë nuk ka folur për shkakun e sëmundjes, mjekët e kanë këshilluar të bëjë kontrolle periodike.